Mirë se erdhët në Open Podium. E ftuara e sotme është Linda Idrizi, një kandidate për bashkinë në SR-i. Mirë se erdhi Linda. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe në podcastin ton Linda. Mund na bësh një përmbledhje të shkurtër për eksperiencën tuaj dhe angazhimin tuaj politik, të cilin ju e keni ndërmarrë së fundi. Po. Unë jam Linda Idrizi, jetoj në Londër prej 14 vjetësh, bashkë me familjen. Hapat e parë të kësaj nisme janë shumë kohë më parë, që kur isha studente, po ishin në Shqipëri. Kurse për sa i përket kësaj nisme këtu ka 2 vjet që ka nis. E kam fillu si një punë vullnetare, si një mision për me ndihmu komunitetin dhe sa do pak me dhanë kontributin tem në vendin, sepse e nisha si obligim. Në fakt Britania e Madhe i hapi dyert shqiptarëve të Kosovës, edhe gjithashtu përfituan edhe shqiptarët e Shqipërisë. Ishte një kohë shumë e vështirë në 97 deri në 99 dhe kur erdha këtu pasi u stabilizova e niva veten të bëj diçka. Tani për kë parti kandidoni si fillim? Unë kandidoj për Liberal Demokratët. Dhe ku? Dhe për çfarë kandidoni? Dhe unë jam në SR-i dhe kandidoj për Council, për mini bashkinë në Cobham dhe Oxshott. Okej. Po pse zgjodhët Partinë Liberal Demokratë dhe jo një parti tjetër? Po. Arsyeja pse unë zgjodha Liberal Demokratët është sepse janë disa pika kryesore. Faktikisht, këto janë një shoqëri e hapur dhe e drejtë, dhe qëllimi i tyre është që me kriju një shoqëri të lirë dhe me balancu vlerat themelore midis individëve dhe mundësisht barazinë, por gjithashtu kanë edhe mbrojtjen e mjedisit, edhe mbështesin më tepër European people, foreign people, i mbështesin shumë. Unë e kam has personalisht Çfarë do të thonë me mbështet hujet për shembull? Okej, do të thonë që ta japin drejtën, ta japin mundësinë, nëse ti don me kriju një diçka, me bën një projekt, da me ngrit zonin për X gjë. Sepse shiko, ne jena lloj shtetesh këtu mund të ja 60% të vendas dhe 40% janë të huj. Dhe është një parti që është shumë welcome, kështu e shohun, sepse kështu unë i vaun. Edhe po ta shikosh e deve vjen nga një klasë punëtore, lideri, unë e kam taku vetëm një herë, vjen nga një klasë punëtore dhe është më duket shumë i hapun, shumë open mind, megjithëse cili nuk është nga ato që mundtojnë unë edhe kërkush. Unë kështu e shoh. Sipas eksperiencës ose llogaritjeve që ti ke bërë, sa vota mendon që mund të marrësh dhe a mund të fitosh? Aty është në dorën e qytetarëve, nuk e di. Unë nismën e kam nis për me bërë një ndryshim sa do të vogël. Asnjëherë nuk i dihet. E kam fillu fushatën që në janar, në fakt, sepse unë jam zgjedh diku në dhjetor, në mos gaboj fundor diku dhjetor, nuk e mbaj mend eksakt datën. Dhe në janar unë kam fillu fushatën që atëherë. Nuk e di a do zgjidhen. Kam shumë njerëz, edhe shqiptarë që më kanë mbështet, kanë arrit me marrë stake board, kanë arrit me marrë flet palosjet, kam edhe të huj, shteteve të ndryshëm polak, gjerman, edhe vendas gjithashtu anglez, po kuptohet sepse ne është një, si të mund të një i huj, edhe është po vjen që të zotrojnë në vendin e tyre, nuk e di. Na trego për procesin e zgjedhjes, për shembull. Si ishte? Çfarë etapësh ndoqe? Po. Unë në fakt, po ta filloj pak më përpara të etapës, unë isha kandidate për deputeti që duam, edhe isha në platformën, u pranova në platformën deputeti që duam. Edhe që aty filloj, sepse siç ta thash pak më përpara, unë kam qenë shumë aktive në partitë politike në Shqipëri. Edhe duke marrë parasysh se unë kisha... Me cilat parti keni qenë? Unë kam qenë me Partinë Socialiste në Shqipëri. Duke marrë parasysh se meti një ëndër në sërtar për një periudhë kohë, sepse është ajo koha që ti rrit fëmijët, i përkushtohesh familjes, nuk është e mundur me bë gjitha.
Dhe vjen një kohë që ti e shikon veten që je pak më lirshëm. Dhe kur kandidova, po dal tek pyetja që mbat, dhe kur kandidova për platformën, u pranova në fakt në platformën deputeti që dua. Por fundi ishte zgjodhen atë që mendon ato dhe Po, unë ju pyeta për të zgjedhur si kandidate për këshilltar, jo për platformën që duan. Po dal aty, Hendrik, po dal. Okej. Ajo ishte një hap, pasi unë aty nuk u zgjodha dhe duke marrë parasysh se përballë biznesit familjar që kena, ishin zyrat e liberal-demokratëve dhe e nisha veten të angazhohem. Por, para se të shkoj tek kjo, unë jam shumë angazhuar një herë në muaj për Litër Pikin, ka shumë kohë, 2 vjet, ndoshta që unë çdo muaj me komunitetin jam Bëm punë vullnetare me pastru komunitetin, apo pastrojmë komunitetin. Dhe e pash sikur doja që të angazhosha. Shkova aty një ditë përdesha që kam dëshirë që të merrem. Dhe ato thamë kur të kesh mundësi e shikon si punë vullnetare. Por çudia më e madhe te biznesi erdhi koordinatorja e liberal-demokratëve rastësisht, nuk e kisha taku dhe në shërbimin që po i basha, në shërbimin e sipër, po diskutoshim lidhje me çfarë bënte, unë jam koordinatore liberal-demokrat, tash kam qenë përpara dhe më duket shumë parti interesante sepse e ndjek. Edhe i tregova për nismën time që isha 1, 2, 3 nga Shqipëria, edhe po më thotë ti duhet vesh me ne, pra me qenë se ti hajde, do të insistoj. Nuk e di, thash. Dhe më dërgoj një email që bëhem member, u bëna member, pastaj fillova me punë vullnetare, kur kishin nevojë me zarfa, edhe këtu, kur erdhen që u shpallën që duhen të bëhen zgjedhjet lokale që ka kanë diku në shtator apo në tetor, nuk e maj krejt mend. Kolege që unë njoh edhe është pjesë e shërbimit që i bëm në atë biznesi jon, më tha, pse nuk kandidon për Këshillin Bashkiak? I thash, është pak e çuditshme dhe është diçka e njohur, diçka e re që ndoshta nuk e bëj dot. Unë jeva pak kam dëshirë që t'jap kontributin, edhe ajo më tha, provoje, edhe më dërgoi formën. Të drejtën e kam bërë formën për vendimarrjen. Me shtu dëshira për të përmirësuar jetën e komunitetit dhe për të sjellë një ndryshim sa do të vogël. Qa mendon ti ndryshim shumë vogël? Ne jemi të interesuar për të gjithë komunitetin, por për sa i përket edhe komunitetit ton, shqiptar. Po, për shembull, shiko, nuk është ideja vetëm nga njëherë njerëzit keq kuptojnë sepse jam me këtë parti apo jam me atë parti. Ta njerëzit i bëjnë ndryshime sa do të vogla. Për shembull, një që unë kam vënë re për komunitetin ton shqiptar. Po t'jap edhe diçka tjetër për komunitetin mix. Po të shkosh në një librari e dashur Rezi, aty nuk gjen një libër shqip. Kjo është një diçka që për gjithë komunitetin në çdo komunë duhet të ekzistojnë edhe librat shqip, për shembull. Çfarë do lloj librash? Tjetë diçka. Tjetra është që komuniteti të jenë më shumë involve, të merren feedbacket nga qytetarët, jo vetëm merren vendimet nga pjesa e podiumit, nga pjesa e këshilltarëve, sepse ne nganjëherë nuk e shohim problemin siç e shohin qytetarët. Edhe një problem tjetër është për shembull që këtu te zona ku jeton është shumë problem pjesa e transportit. Kjo ka qenë diçka shumë e madhe. Kanë minimizuar lidhjet për shembull me shkollën ku shkojnë fëmijët e mi, nuk ka autobus, duhet përdorësh transport privat. Mendon se në shkollë duhet futet si zgjedhje gjuha shqipe? Unë e mendoj, po përderisa Shqipëria nuk është në Europë, nuk besoj që do jetë e mundur, por tashi, ndoshta në 2028-29 nëse ne bëna pjesë, por po, patjetër, të paktën do ishte mirë edhe të bëhen edhe shkolla mazditet, kuptohet që kjo të jetë midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë britaneze, të bëhet diçka. Jo vetëm shqipja, por edhe gjuhë tjera, sepse këtu është komunitet mix. Mendoj unë. Po patjetër. Për atë që na dëgjon, për publikun, ne nuk po bëjmë fushat elektorale për lindën, gjithashtu kemi dhe Endrin si kandidat këtu, po thjesht po promovojmë individ nga komuniteti jon që kanë marrë një vendim shumë të rëndësishëm dhe duan na përfaqësojnë qoftë
të gjithë komunitetit, po dhe komunitetin ton në bashki të ndryshme. Dhe kjo është gjë për të promovuar dhe ndaj ne e morëm edhe këtë formë podcasti me Lindën dhe bëm pyetje direkte për sa i përket pozicionit që ajo ndodhet tani, promovimit të këtyre kandidatëve dhe individëve të komunitetit tonë. Po, Kjo ishte unë vetëm një sqarim i vogël për sa i përket komunitetit. Pastaj mund t'ja lej kandidatit të radhës, edhe pse është drejtuesi i këtij Open Podium, Endrit, që të vazhdoj me pyetjet e radhës. do të shtoj edhe diçka, më fal Endrit, kërkoj ndjes. Nuk ka rëndësi sepse unë e mora vesh që edhe Endri ishte kandidat, të cilën kjo faktikisht mu kënaqi, më mallëngjevi. I shkruajta edhe një Kastriot Berberi, nuk e njihja, po e pash diku që ishte kandidat edhe ai. Edhe pavarësisht se ishte me krejt bindje tjera, në fakt them drejtën, unë i shkruva apare, thash i urova suksese. Kjo tregon që populli shqiptar është shumë i dhanun pas ndryshimit, e don komunitetin e vetë dhe e mbështesin njëri tjetrin dhe unë them doesn't matter çfarë bindjesh ke, këtu jena për me bën ndryshimin që fillon që nga zgjedhjet lokale, që nga vendi, nga qyteti ku jetojmë. Sepse politika është thjesht një fjalë, po unë do të them që është më tepër dum që të bën ndryshim dhe dum që të lam gjurmë të mira. Okej. Si mendoni që do t'i lini gjurmët e mira? Në tregoni pak për premtimet e partisë tuaj, edhe premtimet tuaja si kandidat. Ato që këtu quhen pledges. Shiko, kemi na dy lloj premtimesh, Endri. Janë premtime që realizohen dhe premtime që nuk realizohen. Rrena, me fjalë. Është pak fjale e fortë, rren. Jo, është e sinqert. Po, Është fort. E sinqert. Për shembull, ne si parti ose unë me kolegun tem Pol, na ka interesu gjithmonë me bëj gjërat basic right. Për shembull, me u kujdes për look after the money. Cancel tax është rrit në maksimum, nuk bijem dakord sepse ka njerëz që janë me një nivel shumë tult ekonomik edhe nuk e dia përballojnë. Për shembull me vendos shërbimin fillimisht, siç i tha Çerezit pak më përpara, një zonjë ka një javë që unë mora një email nga ajo që më tha ka një vit që është hek autobusin nga rruga ku unë jetoj. Unë jam 85 vjeçe, burrin e kishte të smur dhe kishte nevojë që autobusi të ishte prapë në aty ku kishte qenë, në atë vit ku kishte qenë. Edhe unë them drejtën e mora shumë seriozisht dhe e ngrita si çështje, kuptohet sepse jena me email back and forward me Sari Kanti. Po, atë autobusi nuk e ka heq ajo, lagja ju, e ka heq. Ka hek komuna për arsyet thot nuk kemi fond, po shiko, fondi gjithmonë mund gjehet një rrugë për mu ba. Mund gjehet, sepse nga një herë ka njerëz që donation, ka njerëz që ku diun, gjehet mënyra. Duhet mu ul me diskutu, është gjë shumë e mirë. Unë them bashkëpunimi është gjë shumë e mirë. Pra, premtimi i parë është do t'i ktheni autobusin asaj nonës. Patjetër, Tjetër, çfarë premtimi tjetër? Tjetër, ne këtu mbrojmë Green Belt. Green Belt do të thotë që po ndërtohen ndërtesa që qytetarët nuk janë të interesuar, sepse siç e din, ti do kesh po ai sa unë ose më shumë vite këtu, janë më shumë të interesuar të kenë pjesë green se sa ndërtesa. Po ku do jetojnë njerëzit? Duhet të jetë një projekt i cili Green Belt, që nuk duhet preket dhe ka fushat mëdha. Fushat e mëdha që nuk është afër rrugës ose nuk e dëmton qytetin pollution, mund ndërtojnë, duhet me marrë. Po si do ndërtojnë atje se s'ka infrastrukturë, s'ka shkolla, s'ka rruga, s'ka autobus. Po do krijohen sepse do krijohen Andri. Ti po thoj që ndërtojnë qytet në vete, ashtu i bit. Po jo qytet vete, mund të krijohet rezidencë, jo mini qytet. Jo, po rezidencë, që për shembull banë 200 shtëpia. Po mos harroni. Si po e bëjnë këto? Po bëjnë 2000? Ashtu ishte projekti këtu te unë, ashtu ishte projekti, po domethënë kanë apelu sepse ishin 50-50, shumica nuk ranë dakord, disa ranë dakord, janë gjëra të komplikume, por thjesht unë do të jem këtu për qytetarët, nuk është se do të jem për se them ty për
diçka tjetër. Duhet të jem një zaj fort. Okej. Për komunitetin anglisht, Po premtimi tjetër? Premtime janë shumë dhe needs, për shembull për disabled people, to kanë pas një servis të cilën këto faktikisht kjo është hek po ashtu te komuniteti jam, të cilën ju është servir ushqimi edhe është hek për arsye prap të fondeve. Dhe potholes, gropat kisha kur isha për kampenjin, ishte një zonjë që më tha unë kam pas aksident duke ecë sepse janë gropat shumë mëdha dhe nuk vun as një njeri, domethënë dikush duhet t'i rrezë, duhet t'i ngresë si çështje, si probleme. Janë shumë të drejtën janë shumë për pastrimin e qytetit, të cilën unë tash gjitha këto premtimet që pas ke ti kërkojnë lek. Kërkojnë lek, po kërkojnë pound, para. Kërkojnë para. Lek janë edhe poundit. E thënë shqip, e thënë shqip. Po shqip. Endri, pound pastaj zgjidhja ku është, se këto mirë, po të kemi parë i kryjm kollaj gjitha, japim. Jo, sepse edhe po të kesh parë nuk duhet me pas vullnet. Duhet të kena vullnet. Çfarë vullnet? Do punosh ti, do punojnë tjerët, ti do pagush paret edhe do kryet. Po jo, po tregojnë sepse shiko, bash një servis të vogël, të riparosh atë grop të vogël. Nuk është se duhet më tepër iniciativë, duhet të organizosh njerëzit, patjetër që duhet edhe pare, po gjithmonë fondet edhe gjehen, edhe pritet, edhe gathered, grumbullohen, ka rrugë, po duhet ajo shtysa. Është shumë e rëndësishme, shtysa shumë e rëndësishme. Në qoftë se ju nuk fitoni kësaj radhe, do ndroni partinë, do lidheni me një parti tjetër derisa të fitoni? Jo, s'ka lidhje, unë jam të thash edhe më përpara nuk ka lidhje partit politike, unë shtes edhe ty që je me Labour. Me partinë e punës jam, kësaj radhe. Me partinë e punës. Tjetër kismet. Pse ti e ke qetë një ndru, Po, pse jo? Ja, unë faktikisht kam, shiko, i kam shtetë edhe unë Labour më përpara, por e kam pa që disa gjëra nuk më kanë pëlqyer dhe nuk është se kam qenë antare ose si të them unë member, po e kam shtetë, në kuptimin se më kanë fillimet e para që kam marrë. Për partinë e punës e ke fjalën? Po. Okej. Laboristët, se partia e punës përkthehet. Po, laboristët. I kam shtetë edhe unë mendoj që 2 vitet e para i pa ta votu, i pa ta votu. Po, gjatë rrugës, disa s'm kanë pëlqyer tashimet të ndryshimet, kanë bërë ndryshime, nuk ishte kjo, atin mu ta thash, arsye pse kam filluar me Liberal Demokrat, ishte ka një barazi gjinore, ka një barazi, shiko, i mbështesin shumë janë shumë. Po të ri, ti mbështet partia juaj? Shumë. Sepse vetëri që ka një indiferencë nga të ri dhe një mosbesim për sa i përket politikës. Është e vërtet, Rezi, po për shembull tek te wardi jon kena shumë tri në fakt, që disa punën vullnetarisht, disa janë si të thënë asistenta, koordinator, po e shikojnë ndryshimin, biles me ardhjen e deputete, jo zonës teme, është konservativ, po një zonës pak më tutje, është Monika Hardin, ajo faktikisht shumë po punon edhe ka përfshin edhe trit, jashtëzakonisht, 18 vjeç, në duket që ka sjell një frym. Shiko, nuk kena shkopin magjik me sjell me bë gjanat mbrenda orët, më kupton, po pak nga pak me baby step gjanat besoj që bëhen. Unë besoj. Okej. Përpara se të ndrojmë temën, një përmbledhje të shkurtër për problematikat kryesore që ti ke kuptuar, problemet që kanë qytetarët në zonën tënde. Për shembull, përmende Green Belt, restrictions, përmende linjën e autobusit, përmende potholes. Çfarë problemesh tjera ka për shembull? Se njerëzit për shembull që dëgjojnë ty nga jashtë Britanie, me që jemi komunitet shqiptar, thënë kur ankohen dhe këto jetojnë mes Londrës, mes Anglisë edhe prapë ankohen.
Ti themi gjërat siç janë, çfarë probleme Po s'ka. si E s'ka kuptoj more njerëzit Endri? se s'ka. Po si s'ka more? Kujtoj se ti e ke fush me lule këtu. Po jo more Endri, ka shumë qa fush me lule. Jo, në rregull, por pra ne do komunikojmë. Po jo më për shembull parkingjet për shembull vinë na i parkojnë para shtëpisë sepse janë disa zyra këto afër shtëpisë teme këtu. Ku jena rezidente s'kena ku me parkoj atë makinën, se vinë na parkojnë para shtëpisë tonë. Një. Tjetra. Pastrimi i qytetit të burrit zot, fly tipin se di se si më mos se si i thonë shqip, po është maksimum. Ne janë kohëna për Shkodrën për shembull, se unë duke marrë parasysh që jam nga Shkodra. Po tash në fushat që kam pa të merë, unë vetëm fotografia, po është edhe dërgosha atje, bum, shifni. Tanë është merë, më burë, të merë. është gjithkund në për oborë tyne, në për jashtë, të merë. Ka shumë qana. Janë njerëz pisanjos apo është bashkia jo? Jo, bashkia bën sa bën, tash njerëzit, unë kam përshtypjen njerëzit sepse i lajnë tash bashkia nuk vjen ta merr ty nga oborri, e ki bë mullar atë. Po pra, ja deres çfarë faj ka bashkia në këtë rast? Jo. Ti them gjërat siç janë. Jo, ka gjëna, po them që shumë që duhet rregullohen, po nuk është se ka fajin bashkia, po gjithë bashkë duhet me punu. Çka kena tjetër? Endri, mund të vej një që pastronte me fshesin kote merit. Gjithë natën. Po, çka kena tjetër? Po kena more Endri, kena për shembull edhe diçka tjetër do kisha dashur për shkollat, për secondary school duhet të jenë transporti falas më burrë dhot. Unë kam qef që me nimu komunitetin, jam pro komunitetin në fakt, shumë. Po, transportet falas, janë në Shqipëri për shembull transportet falas? Në Tiranë e kanë kriju, së fundmi e kanë kriju në Bashkinë e Tiranës, e kanë kriju duket për studentët, me sa jam e informuar nëse nuk jam gabim. Shiko, Shqipënia ka kenë 50 vjet në regjimin komunist, si kështu nuk mund ta krahasom. Ka kenë 50 vjet para 40 vjetëve. Se po bëhen 90 vjet. 40 vjet që ka hik 50 vjeçi. Po ka 40 vjet, po Shqipënia mos harro se ka hetë me hapa shumë shpejt për këto 40 vjet. Edhe prap ka me vjedh, e kam vjedh, e ka shkatru, akoma ka. Tashti unë a vjedh në pasur pas ka qenë Shqipëria për t'u habit. Shiko, sidomos këto partisë socialiste era e mytën fare, e thyn mes. Shiko, unë nuk mund të gjykoj Partinë Socialiste as Demokratët. Do gjykoj unë më të shketi? Jo, unë maj mend, them unë ty, unë maj mend vetëm 97-ën, i dashur Endri. 97-ën ka qenë një gjë shumë e tmerrshme. E vogël kam qenë diku 14 vjeçë besoj, po. Ajo ka qenë një tmerr për njerëzit, ajo është që i bani njerëzit me ik, ajo është që sepse ti mund t'i gjyko. Unë nuk kam pa gjë që kanë vjedh, kuptimin ato, sepse është shumë. Do me i pa. Jo, shiko, nuk mund ato. A ke prindër në Shqipëri? Kam prindër të gjithë familjarë. Sa kanë pensionin për shembull prindrit e tu? Prindrit e mi e kanë pensionin diku 218.000 lekë. A kuptove si kuptohet që kanë tiru lekë janë vjedh? S'ka nevojë me i pa, me nga mbrapa. Shiko, unë nuk po, në gjallin, unë nuk po mbroj. Ta thash, nuk po mbroj partinë sepse nuk jam partinë. Am thëmë se gjykon nga kopertina. Unë ta thash. Jo, në gjallin. Por u miratu ligji që çdo muaj çdo pensionisti i shtohet 18.000 lekë. Çdo muaj. Çdo vit apo çdo muaj, se e nxorë si sudja. Çdo muaj. Çdo muaj, shikoje. Çdo muaj. Domethënë nga janari çdo muaj i shtohet 18.000 lekë, domethënë kush i ka pas 200 e diçka. Për sa kohë zgjat ky shtimi 18.000 lekë çdo muaj? Besoj që deri në 2029, kështu kanë thënë. Kështu besoj. Se i thon me të shtu në vit gati afërsisht 220.000 lekë. Aq, sinqerisht e kam. Domethënë do bëhet diku 1 milion lekë pensioni, po. Oh. A je sigurt se do humbasësh vota për këtë gjë? Jo, nuk humbas. Është shumë e saktë burrë, është ti hap. Jo, në rregull pra, unë po të pyes a je sigurt, nuk po debatoj. Jam e sigurt sepse kjo është e sigurt. Jam e sigurt sepse e pash pensionin e prindëve mi, domethënë avancimin, domethënë kjo është, ata veç nëse e ndërpresin. Po jo, është e kanë miratuar, është i miratuar. Edhe mos harroj Endri, këtu, edhe diçka të mirë Shqipënia, nuk po mbroj Shqipërinë.
nuk bën vakime dhanë kush të pension bonus. Kush jep kuj për bonus, po atje kanë dhënë 150. A e di sa është pensioni i shtetit këtu në Britani? Diku 700 pound, pensioni i shtetit. Në gati 800, 900. 760 për nuk shkon. Ti po thu që do ta çon 1000 pound në Shqipëri. Këtë po thu. Po. Okej. Shumë mirë. Po. Bravo. Ti e di se ti je ndoshta kundër, se ti ke edhe me partinë e punës, po. Unë jam me partinë e punës, jo me partinë e dallavereve, korrupsionëve. Që i përzun njerëzit, i shkatron. Jo, njerëzit ikën vet, nuk Po, vet ikën vet. Vet nga halli, normal që vet. Sa vjet ka Partia Socialiste që e ka marrë? Sa vjet ka? Smart man, po thuj se gati gjysmë për gjysmë me Enver Hoxhën. Prit se e ka marrë, unë një vit mas e kam ikun, kam ikë në 2013 e ka marrë. Me tarë zor me kujtu, aq shumë ka. Po, 2013 e ka marrë Partia Socialiste. Tashti, unë e shikoj ndryshimin çdo vit. Po e lan politikën, e shikoj, zënë se nuk jam unë në Partinë Socialiste, se këtu jam në për shembull ndryshimin. Po si të pallatet. Lena u burri dhe po të qa, kur këna i... Të me thënë Lena, ku me lan? Qytetar angles që më duhet mu... Ti e qytetar angles, në 97-ën njerëzit kanë ikë... Ku them lekët? Po ka mërë burri dhe të shikë, me dash me punu. Shiko, jena dhe ne shqiptar që nuk dojna me punu, gjithë dojna me punu në shtetë, të flasim drejten. Kush tha ty? Si fletim përgjithësi? Unë kur s'kam dash me punu në shtetë, s'kam punu kur. Kur ke ikti nga Shqipënia? S'ka rëndësi, ka shumë vite. Qa rëndësi e ka viti? Rëndësi ka që e di realitetin majtë gishtave. Unë të thash, fillon si puna fëmis, fillon që në vogëli, formimi fillon që në vogëli, si kështu nena ka fillu qënë me munizmin, do në kena qenë në regjimin. Po kjo ka 20 vjetë kjo munizmi, akoma meresh me munizmin di, po marro munizmin di. Sepse kena najt mrapa me vite, sepse we have to catch up. Gjona që s'janë bon të shi, unë po i shikosha, herë në fundet që isha. Është ndoshta vjet, ishte hera parë që kishte after school club. Dhe tash kanë fut në Tiranë, kanë fut për shembull lunch në shkollë, sepse duke marrë parasysh se jena shumë mrapa. Janë shumë mrapa. Tani si e shpjegon ti që ka ikë gjysma popullatës? Shiko, emigrimi ekziston gjithkund, por nuk është vetëm. Kur ama si vjen se ekziston emigrimi, siç e bëjnë shqiptarët? Kush? Ku ekziston? Ma tregoj herë për shembull. Po edhe këtu më vura ekziston emigrimi edhe këtu për shembull. Si ekziston këtu për shembull? Po edhe këtu mor kanë diun nga Anglia që kanë ikë për shembull në Gjermani, që ikën në Turqi. E kam sinqerisht. Po ikin me dokumenta, nuk ikin si Hallixhi me trajsën krah. Si e krahaso këti? Ti kishe shqiptar dokumentat kishin ikë 100%? Jo 50%. Do hapen rrugët edhe ta shikojmë se sa pse e ke pas lek. E shikoj, e ke pas lek kur ke ardhur në fillim ti? Po këtë po të them pra, nuk mund të krahasohet ardhja ime me ardhen e një italiani këtu. Se italiani vjen si zotni. Ti e thu gjithë hikin, si hikin gjithë. Ti kishe shqiptarët të drejta që kishin për shembull italianë të grek, kishin ikë gjithë, aq qelbët është bë. Më kupton? S'mund t'i krahasosh ti thosh gjithë hikin, hajtë sa mirë. Deri në vitin 1000, deri në 90-ën, në Gjolindën, deri në 90-ën ne kena pas kufit e myllën. Edhe nuk kena pa. Ore në 90-ën ka qenë 40 vjet, ka 40 vjet. Po lënë morën sepse ne kena pas nuk kena. Shiko, në qofë se kufit do të kishin... Akoma krahasohem me 90, jo po me kohën e Ismail Qemalit. Jo, Endri fillon që aty. Kaloi pra e hiku, kalon 40 vjet. Jo, po s'kaloi sepse njerëzit, shiko, njerëzit, gjithsecili, unë për mendimin tim, gjithsecili do kishte ba mirë me shku me pa marrë, sepse brezi i prindë mi në gjajtë. Themi sekond, në kohë lufte, ti e humet popullatën 20%, 30%. Po. Tani, ti si në kohë lufte dhe e ke humë popullatën 50%. Si shpjegohet kjo, kur është kaq mirë? Këtë më tregoti mu. Se kështu me bë teori, jo po bebja do rritet, jo po kur... Jo. Kemi qenë t'izolum, jo me pralla, akoma me prallën. Ato sollën, shiko, që se, tashte, do në tjena e ti realista me kam to. Kur u hapë... Po pra, kur u hapë demokracia iken shumë njerë, sepse se ishim t'izolum. Lene atëre, unë them, sot që flasim. Ishte me faza, marë burë.
E mori kush e mori pushtetin, nuk po japim emra. Fillon 97 ishte u hapën depot, more Endre, tash më fal një sekond. U hapën depot. Po, edhe? Edhe u hapën depot, njerëzit po ikën me shpëtu kryt. Po para 30 vjet është ti. Jo, 97-ën. Prit një sekond se Po të ka 30 vjet 97. Linda, jo ti bëjmë analizën detajuar çka ka ndodhur. Ne po mblidhemi këtu domethënë për sa i përket diasporës që emigron edhe ka zë apo s'ka zë. Endre po sjell një realitet duke krahasuar realitetin e Londrës edhe për publikun që na dëgjon, nuk është debat domethënë për sa i përket Shqipërisë, Anglisë, po thjesht ne duhet të bëjmë një krahasim që t'ja përcjellim edhe çfarë ndryshimesh ka. Këtë do të evidencioj edhe Endri ndërmjet Anglisë si kandidate dhe duke qenë një kandidate për shembull në Shqipëri. Thjesht të jetë një konfrontim jo për sa i përket përqasjes politike. Mundohemi t'ja lejmë atyre të bëjmë punën e tyre. Ne do nxjerrim ato që gjëra që nuk shkojnë. Ja për shembull, ishte ke diaspora, atë që thotë Endri. Sa u përfshit diaspora, sa u promovun të rinj te diaspora dhe qa po bëhet, mirë që po ikën gjysma Shqipërisë, është me statistika, jo se thotë Endri, apo jam gabim Endri. Diaspora, unë nuk kisha qenë ndonjëherë në summit diasporës përpara, ky ishte i 4, nuk kisha qenë përpara. Po unë të drejtën kishin disa gjëra që do të pak më shumë, për shembull, që unë e vërejta do kisha dashur që ministri i jashtëm ose edhe kryeministri me kriju takime me njerëz të diasporës, me ndëgju problemet e tyne, më kanë hapën, open, jo në podium edhe në kamera, po më thanë që shiko, unë ju pres, shkruani emrin rrallë këtë ditë ndoshta pas summitit, edhe jam shumë i hapur me ndëgju, sepse nganjëherë ne që jetojmë jashtë, kena pa diçka më tepër, si thash, nuk është se edhe këtu është fushë me lule, se ka shumë gjëra për të ndryshuar edhe këtu. Edhe prandaj edhe këtu ka po ta shikosh Endre, ka ikë edhe interesi i politikës edhe këtu, se unë ka rastis tash me këtë kohën e fushatës, edhe këtu nuk është se ka njerëzit shumë interes për me votu në Angli. Po është edhe tash Shqipëria, ndoshta është i fije pak më ndoshta e kena marrë si puna e Gogolit, po unë them që duhet të sjellim i fije ma pozitivitet. Një. E dyta, diaspora, për zotin unë nuk knaqja të them drejtën, kishte si stash, unë bana ata pyetjet e mia, dha qatë feedbackun tem, diku isha knaqur, diku edhe nuk isha, sepse unë e thash edhe në një speech që mora, unë jam kandidate për aty, unë do kisha dashur me kanë kandidate e Bashkisë Shkodër, flasim drejtën. Sepse s'kam pse të jem këtu. Për kryetare bashkia apo për këshill bashkiak? Për çfarë do në kuptimin e fjalës, nëse unë do isha, po kena ikë edhe ne tash e kena fillu këto jetën, ti kudo që të rrish Endri, edhe kudo, edhe në Shqipëni, fillon edhe e ban vendin vet. E gjen veten disi, fillon ai që don me kërku. Sa persona nga diaspora kishte në panel? Sala madhe po flas, jo nga këto të vogla që i kanë organizu. Dhe sa personave ju dha fjala? Diku ishin 16 që ju dha fjala, po nuk vetëm ai moderatori foli, kryeministri, presidenti, nuk është se folen shumë, po 16 ishin që u dekoruan edhe te salla madhe, te podiumi i madh. 16 veta janë dekoruar. Sa vet kanë në Shqipërinë ndërkohë? Një statistikë desh. Mbi gjysma e popullatës. Me një numër, 1 milion? Janë gati janë 2.2, 2.3 shqiptarë në Shqipëri. Kështu që ne jemi të gëzuar që këto 16 me statistikat që japin, me statistikat që japin këto që janë dyshimta se deshën një vit me i publiku dhënat. Po na kanë për... Se imagjino Jo, isha duke thënë 16 vet, na kanë përfaqësuar 2 milion. Uroj që ta kanë bërë mirë, domethënë. Kemi figura shumë të rëndësishme. Show janë këto teatr, kot janë budalli që as i punë s'bëjnë për diasporën. Endre, it's room for improvement. Gjithmonë ka, edhe këtu po ta shikosh, edhe këtu kur mlidhna për ne takime, edhe këtu nuk e sjell. Po çfarë do thotë kjo edhe këtu, edhe pse këtu janë më të mirë, çfarë do thotë kjo? Se janë këtu cop, kanë po marrin këtu fund, domethënë do ta lejmë. Po Endre, po edhe tek për shembull më thujti mu te kancella atë ku kandidon ti.
Ka probleme? Sa dush. Gjithë problemet, gjithë lloj janë gjithkund. Cancel tax. Më jep 2-3 probleme të Po cilat ja, këto janë cancel tax, pastrimi i rrugëve, ndërtimet, rendi publik. Mendon një ndryshim Endri? Çfarë mendoj unë një ndryshim? Për sa i përket zonës që ti kandidohesh edhe ç'a vizioni ke ti, si mund ndryshoj dhe mbështetjes së komuniteteve, edhe qoftë Ti heqin gjithë parazitët nga puna dhe të marrin njerëz që punojnë dhe japin eficiencë. Vetëm kështu bëhet. Ne këtu te zona jam jena të vujt, se s'kena, unë për shembull te biznes jam po vuj me gjetë njerëz sepse vin rrin një javë dhe s'punon. Ne po vuj me gjetë njerëz pra, se kanë dalë nga Brexiti. S'ka njerëz që punojnë. Ka njerëz sa dush, po si paguën mirë ti. Po jo, s'ka lidhje, nuk jo, o I paguajnë, po nuk. Dhe Ti je kompetitiv në treg, kjo është ekonomia e tregut. Unë paguaj ty sa kam unë mundësi, unë sa është miratu dhe payroll, unë nuk mund paguaj se jam, tash unë do të paguaj ty se do të kënaqi ty, jo, unë paguaj sa kam unë balancin e punës. Pra, po jo se s'ka njerëz, nuk ka interes se nuk ja vlen, sepse ai gati 1800 pound në muaj I merr me ndihma. Pse do punoj këty për 2200 për shemb? Edhe do harxoj gjithë jetën e vet duke të ne ty në kom. Po mirë, pra prandaj edhe këtu prandaj shteti janë borx sepse gjysën e më tepër I kemë ndihma. Tash ti po thu që Anglia të kthehet si Shqipëria që mos ndihmoj asnjëri, edhe njerëzit përveshin krahët, e gjejnë zgjidhje dhe dalin mbledhin lekët ku tje. Nuk thash kthehet si Shqipëria, thash të rritën pagat. Po edhe ajo një zgjidhje është, apo ke zgjidhje tjetër, një zgjidhje mundshme. Rritën pagat pra, një edhe të dalin parazitët nga puna, 2. Që rrin kot, ta marrin rrogën qytet. Po parazitët dalin nga puna dhe I kemë ndihmë në shtëpi pastaj. Po për le të jenë ndihmë në shtëpi, të paktën e dim që si kemi aty, paktën nuk po sikur punojnë. Po jo, më e ke thjesht ato që e shikon që ti s'punon, për shembull, gjithë secili punon, se unë kam punuar me special. Unë po flas për bashkinë, nuk po flas për bizneset private. Jo, tash unë po flas me. Atë është ndryshime në bashki, këtu fillon ndryshimi. Unë po të jap një shembull ty. Një 4-5 vite të parë kam punuar për preschool, mëse kam punuar për special needs school. Ka qenë punë shumë e lodhshme. Shumë e lodhshme. Dhe kanë 7 fëmijë special needs, secondary. Për zotin të drejtën Endre, një javë, ne kishim mungesë stafit sepse dhe I call sick, jemi të smushtat, sepse është sistemi. Do t'ja pagush sepse no matter of what, dhe më në qose është e smura, po ja, thjesht e merr një stick note të doktoresha, është jam do t'ja japin sepse s'ka ku shkon se kështu ja shfaq doktoresh. Edhe gjithmonë kur ulshim me ba muhabet me atë nën drejtoreshin e kisha shumë konfidencë. Ku ti marr thotë, ku ti marr pra, sepse I thosha ka një herë gjithë punën po e bajon, se në klasë në takote me pas 3 asistente. Ndoshta më përfundosha me 1 asistente. Ku ti marr thotë, ku ti marr, sepse e marr një tjetër është më keq se tjetra. Ndoshta edhe nga që puna është pak e trike, e lodhshme. Po gjithë kështu se s'don që qysh se ka ndodhur thuja Covidi, njerëzit nuk kanë më dëshirë me punu, Endri. Tjena realist. Nuk e di, asun se di. Përgjithësi po mundohen me punu në shtëpi, nga shtëpia, sepse në kohën ishte periudha që koha e Covidit njerëzit I konvinjin me ndaj në shtëpi dhe me marr rrogën 70-80% sa I dhanë atëherën dhe jena okay, se s'kena nevojë me shku në punë. E gjejtën edhe një rrugë, një xhep që si mund ta. Po mos harro se janë dept, janë shumë dept. Si kështu nuk mund ta balancojmë gjithmonë, Endri, të flasim drejtën, janë pak disa gjëra trike edhe këtu kena probleme, shumë probleme. Si ti mund të dish për shembull. Unë me cancel tax për shembull, me rritjen e cancel tax nuk jam për zotin, e shumë e nalë. Unë paguaj diku 280 afër rrezik 300 pound 4 bedroom house. Shumë për zotin tash ajo është unë ushqej familjen muj më burr. Policinë, po jo po është 15% e policisë, po çam duhet më policia më? Policia ta paguajnë shteti. S'kam pse më e paguajnë sepse nuk shteti nga I merr, as I merr nga ty. Vetë nga ta paguajnë vetë ato nga ty do t'i marrin. Po ata marrin se marrin taksë, po marrin edhe këtë 15% që prap këtu për të cancel. Po ta shikosh, ajo që është e printoj një cancel tax, shikoje.
E shumë për zotin, e shumë është bill i madh. Edhe në Shqipëni nuk është për shembull po ta krahasosh. Çfarë është më vuri thotë 20.000 lekë. Po çfarë janë 300 pound kur ti burrë grup për shembull mund të marrësh 5-6.000 pound muaj minimum. Se në 2 veta apo jo, se 4 bedroom house nuk mund ta marrësh ti kur je person tek. Është kur je çift. Je familje. Familje, pra, familje. Atëherë 2 veta ju merrni 5-6.000 minimumi, mund të merrni edhe më shumë, nuk i dihet, varet nga familja. E çfarë janë 300 pound? Po jo, Marti Endri tash se aty pagu taksa, po janë 300 pound, sepse ti mund të jesh me qira ose mund të jesh me mortgage, tash njëra mund të jesh. Dakor, pra atje, po a the për shtëpinë tënde. Po. A pra. Është ke proporcioni sa merr dhe sa jep. Nëse ti merr 100 o 200.000 lekë, për shembull, po themi pension në një vend tjetër, ti nuk mund të paguash 300 ose 150, sepse është domethënë gjithë ke balancimi e ekonomisë, bazohet në bazë të marrjes dhe dhënies. Këtë po mundohet e Indri të shpjegoj. Por gjithsesi, kush është kritika më e madhe që u bërë ndonjëherë, Linda? Po, kritika më e madhe më është bën kur tash që kandidova, që u pranova për Këshillin Bashkiak, ishte të bësh një prezantim për veten tënde. Dhe unë jam Linda, kam punu këtu dhe jam nga Shqipëria, jam from Albania. Aty me keshat mia dhe një shtafër më nën pata 2-3 mesazhe që duhej që ta publikoje sepse njerëzit nga Shqipëria britanik nuk i dojnë, mos ta kishe publiku se je nga Shqipëria, po ta kishe publiku që je nga Britania. Jo, unë nuk jam britaneze, unë e kam fituar në shtetësinë. Unë jam shqiptare dhe unë pavarësisht se çfarë mund të jetë si unë jam me shumë krenari e them që jam shqiptare dhe jam shqiptare. Ajo ishte një kritikë të cilën nuk më pëlqej sepse ne e kena një periudhë diku, nuk kam pse ta mshejs për një arsye ose për një tjetër. Unë jam kjo që jam këtu për më dhënë kontributin tem. Nëse e doni, okay, nëse e doni prap, jena shumë kandidat tjerë të cilin mund t'ja jepsh dikujt tjetër, s'kam pse ta mshej periudhën time. Kjo ishte kritikë që mos më pëlqej faktikisht. Unë duan më shumë të vendi jon apo këtu ku jeton? Ku mendon se i më e mirë pritur? Nuk them që të vendi jon, sepse baba jam më thot një fjalë, Rezi. Më mirë i pari fshati se sa i fundi qytetit. Po de facto ti je këtu. Po socialisti aty nuk të kandidovi. Ta drodhin fund. Shiko, filloj kë. Nuk e kam punën. Këto liberalit këtu të paktën ta dhani dorë. Prandaj pra është këtu. Shiko, nuk po vujnë në kanar, sepse unë tash jam. Po mikpritja aty duket ke mundësi që të ofrohen, nuk është mikpritja me llafe me baklava. Po socialiste i ka dhënë kolegës teme ja dha mundësinë, ja dha verës për shembull, nuk e di ai njëfti. Ju dha mundësinë. Tash nuk shiko, Renzi, nuk flasim për ty, nuk po flasim për njerëz të tjerë. Po mirë, më shkon ai kush e ka pas mundësinë, nuk e di se nuk e kuptoj se si funksionon. Po unë edhe këtu nuk është se kam marrë në bazë të Partisë Liberale Demokrate ose unë kam marrë në bazë shpatullave të mia. Sepse tash unë kam punu. Nuk e dyshoj fare atë punë, edhe bravo të qoftë, po. Absolutisht, sepse unë qysh ditën që kam hyrë këtu unë jam, a kupton, kam rrit 3 fëmijë në shpatullat mia. S'mban përshtypje. Si kështu, nuk e di, Endri, tham që është unë tham nuk e di. Zemra faktikisht më rre për Shqipërinë, po këtu nuk është se jena stabilizuar, jena krejt mirë, jena mirë. Edhe fëmijët po rriten këtu, është okay. Ndoshta Shqipënia i dan edhe një 10 vjeçarsh, ndoshta për me ecë pak më. Por më po zhati skret. Atëherë bëhet rahat. Se di sepse po të shikosh, un kam punuar te dhoma tregtisë, nuk dia ta kam thënë. Kur kam ikur në 2012 kam kanë krejt pak biznese. Kur shkova në verë, shkova edhe në nëntor për një punë teme, në marrë diçka. Bizneset pa fund, janë kriju bizneset pa fund, rruga, autostrada pa fund. As ka pas biznese përpara? Kanë kenë shumë, se unë kam kenë në qendrën e bizneseve, jo kaq shumë, Endri, jo kaq shumë. Po nuk kanë pas qenë regjistru pra, se nuk ja bëshin me detyrim, tani ja kanë bë me detyrim për caktim që posu regjistrove aty s'të varë njeri.
Endre ke harru më Endre, kishte industri, kishte çdo gjë mondial para 10 vjetëve, po qa thu më e. Në të thënë, ato ofron gjë shteti, ka industri, është shkatruar gjithçka. Për sa i përket punëdhënies, kështu që janë të detyruar të hapin biznese, mendoj unë. Po është gjë e mirë me punësh edhe me hap biznese sepse për shembull kështu kishin miratu paketën e maleve. Po paketa e maleve për shembull ku konsiston? Që ja merr tokën atij që edhe ja jep dikujt tjetër për 2 lek? Jo, paketa e maleve është Ta marrin tokën ty me që s'po e përdor edhe ma japin mua. Kjo është paketa e maleve? Po për pyetje. Jo, unë mendoj që me që e përmendë, pse masi si e kompetente, po tash për të ta përmendë. Me qa shikoj këto lajmet, informacionin nga këtu, që se ti ke tokën tënde, ti mund kryer me marrë lehtë, janë to pjesa e leve, sepse edhe këtu tash e ndrit flasim drejtën, të lejon kush të më ndërtu shtëpi këtu pa lejë s'ke shans. Po vjen ai building control vjen gjatë ndërtimit 100 milion herë, ti je realista. S'ke shans. Tjena, vetëm Shqipëni janë ndërtu dikur në kohën. Të lejojnë ma kollaj se në Shqipëri më ndërtu. Ta garantoj. Jo. Se unë merrem me këtë punë. Po ti, edhe unë merrem, Endri, edhe unë. Se këtu ka permitted development scheme, që në Shqipëri s'ka. Kështu që me që merresh, ja po ta them. Shiko, unë merrem edhe me 2-3 raste, edhe kur unë bona kërkesë për një diçka, nuk po him detaje, nuk ma dhanë se nuk ja ishte ai kushia aty ja 20 metra larg ja pret dritën ti. Po lënë u burrë se nuk lajnë as to. Jo, po ka rregulla pra. Rregulla. Edhe lejojnë me punu pa problem. Po në Shqipëni deri dje tash ku kanë vu rregullat nuk i pëlqen, deri dje e kanë vu, e kanë ndërtuar në tokën tënde ose në tokën tënde. Jo, s'ka, janë ca rregulla, duhen me bë letra, duhet me bë. Janë një rrugë të marrë. Unë them që duhet të jena pozitive, të sjellin pozitivitet. Po, një mendim i juaj, më akuzuan se vendosa që jam shqiptare. Pse na urrejnë? Pse kemi stigmatizëm për shqiptarët? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, si mendon ti nëse fiton ose nëse nuk fiton, të ndryshosh sadopak imazhin e shqiptarëve dhe sjellësh njërisi në këtë fushë? Nëse fitoj futi. Nëse fiton edhe nëse s'fiton, sepse të dyja janë të mundshme. Nëse fitoj bashkëpunimi, është edhe me lanë gjurmë të mira, me shiku si mision. Mos e shiko si një punë detyrueshme me bë diçka ose se po marr një pozicion. Shikoj si një mision që të mahesh mend për të mira. Një shqiptare, një albaneze, se albaneze na thojnë, një albaneze ose një albaneze në këtë rast inshallah një dritë e merr. La gjurmë të mira, bani diçka, sepse hapet fjala për komunitetin. Nëse se fiton prap, unë jam e ta thash, unë kam biznesin tim dhe jam fokusu t'ju shërbej në top list. Dhe të lam gjurmë të mira, do në që të mesin të kënaqësh, a na urrejnë pastaj, kur dalin nga dera jonë. As na urrejnë, jena këto për me bashkë shërbimin. Ne jena për me dhonat kontributin tonë me shiku si mision, sepse në Tereza dikur nuk u pagu, në Tereza e shikoj si mision për me një mu njerëzit nevoj. Këtu nuk është se ndoshta janë nevoj, po kanë hallet ndryshme që duhet me zgjidh, po unë kështu e shikoj. E lanë gjurmë mira, është shumë rëndësishme, është edhe mision, mas me shiku si punë, me shku me, si me të me shku me mërzi, po shkoj me mërzi sot në punë. Jo, nuk e shikoj ashtu. Unë të uroj suksese. Faleminderit. Fitofsh. Edhe ti inshallah. Edhe po s'fitove kësaj radhe, fitofsh radhës tjetër. Edhe të shkoft mbar, edhe nuk kam më pyetje, faleminderit. Faleminderit, inshallah edhe ti suksese dhe inshallah bëjmë më të mirën për këtë komunitet edhe për komunitetin tonë, të gjithë. Si jo vetëm ti, më duket se kena 2-3 vetë tjerë që janë I një frizarta ato, më do të na i thot më vonë. Mund të njohin se kështu gjithë secilit, pavarësisht se bindjeve, po gjithë secili inshallah ushtoshim shqiptarët, inshallah. Faleminderit. Faleminderit Endri. Linda, të falenderojmë për këtë intervistë, vetëm nëse të ke një mesazh të fundit për sa i përket personave që mund votojnë, nëse dëshiron ta bësh, si përmbyllje. Qëllimi i kësaj interviste ishte që ne të promovojmë iniciativën tuaj dhe të kemi një zë përfaqësues për komunitetin shqiptar,
dhe kjo është një gjë pozitive, edhe unë ju uroj të dyve dhe të gjithë kandidatëve shqiptarë suksese në vazhdim. Nëse ke një mesazh të shkurtër, hapësira është gjithë për ju. Okej. Unë ju them shqiptarëve të diasporës, sepse ndoshta ato të vendasit nuk e kuptojnë, po më suportoni. Unë jam linda dhe kam nevojë që ju të më suportoni, që nesër t'ju suportoj ju dhe t'jemi ju lidhse për problemet që do keni dhe bashkë bëjmë ndryshimin, kuptohet. Edhe nëse jo unë prap jam këtu për ta, ma aq sa do ke mundësi që ti suportoj dhe jam shumë e kënaqur që i shërbej. Qoftë popullit shqiptar, qoftë popullit britanik ose një popull tjetër që mund të jetë, sepse e nnin nga shpirti. Si kështu është në dorën e tyre kush dëshiron të më suportoj. Përshëndesim iniciativën e grave, gjë shumë e mirë dhe vazhdo kështu, ecëm përpara, të urojmë gjithë mirat dhe shpresojmë në fitore. Faleminderit.